Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit, do flasim për rregullat e qarkullimit, po ndërkohë këtu te lajmi kemi për detin, ç'a thot? Lamallari, 5 milion lekë gjop për trimat si ky në Dhërmi. Sa bukur, Franqe, ja ministri që duam. Jo, që do ti, se unë... Jo. Qështë jo, mala mua. Jo, Franqe, jo. E do populli e do. Se populli ka qef, Franqe, këta në fakt që flasin kështu si gangster për gangsterët. Gangsteri madh, për një turist që merte me skaf, një skafist që merte me skaf turistët edhe shkeli rregullat e qarkullimit në det. E ke dëgjuar ato shprehje ti, Franqe? Kali që kapet shin lëmin? Kam dëgjuar, edhe më pëlqen që e përmend. Tani madje me që ma kujtove këtë shprehje do të kujtoj unë fabulën e La Fontaine't. Kafshët dhe mërtaja. Në momentin që ra mërtaja, kafshët e morën kështu sikur ishte një ndëshkim nga Zoti, edhe filluan të rrëfen të gjithë, të thonë mëkatet që mendonin që kishin bërë. Dhe filloi pari, unë kam ngrënë një kah, tjetri, unë kam ngrënë një dele, çohet, unë kam ngrënë një pul. Ndërkohë, gjyqtari çohet edhe i thotë, jo, nuk keni bërë mëkat, thotë asgjë, s'keni bërë, thjesht jeni ushqyer. Ndërkohë, vjen radha e gomarit që t'jepte atë dëshminë e vetë, rrëfimin e vetë. Edhe thotë, unë thotë barë kam ngrënë. Tu edhe gjithë kafshët. Prej këti e kemi, tha të gjithën. Gjithsesi, Franqe, më duhet ta them që përderisa Lamallari, domethënë, ka qef që të sillet kështu si gangster me gangsterët, ne ti tregojmë pak shtetit tani se si është kundra ligjit me tabelat në Tiranë. Sot kemi vendosur të dalim një xhiro nëpër Tiranë sepse kodi rrugor e përcakton qartë se tabelat duhet të jenë minimumi 2,20 cm, pra 2 metër e 20 cm lartësi. Pra duhet filloj nga 2,20 dhe sipër. E kemi filluar me një tabel e cila më bëri goxha përshtypje në fakt dhe lartësia e kësaj tabele është 1,50. Sigurisht që kjo është dhe pak e dëmtuar, me siguri i ka rënë në njëri me kokë, ka shtrëmbëruar. Megjithatë do vazhdojmë të dalim një xhiro nëpër Tiranë për të matur lartësinë e tabelave të tjera. Do t'i referohemi sigurisht me lartësinë time, unë jam 1,81 cm i lartë. Këtu ndodhemi tek bulevardi, dëshmorët e kombit, ku është kryeministria, këtu jemi fiks tek kuvendi, ja dhe lartësia. Do thonë, pale ku janë këto tabelat me i vend që nuk duke, jo, këtu, në mes të rrugës jeni. Shiko si është shtrëmbruar. Me siguri, ja kanë ras me kokë, e shtrëmbruar derisa të bëhet copa fare. Këtu kemi një shembull shumë afër tabelave të tjera që janë goxha të ulta. Këtu kemi një shembull pra se si duhet jetë i tabel. Ja, kjo. Që ku jam unë, ku është tabela 1,81, shkon aty mbi 2,20. Bravo. Kjo. Ja, kështu bëni. Kështu bëni të gjitha. Ne ju sollëm disa tabela. Por në fakt, e vërteta është se në të gjitha rrugët e Tiranës, pamja është e njëjtë. Nuk besoni, dilni një xhiro dhe pastaj keni për ta parë që do na jepni të drejtë. Pra shikues të dashur, ti mund të jesh duke ecur në qytetin tënd, në kryeqytetin do thoja tënd të dashur, dhe në qoftë se ti nuk e ke mendjen dëgohet një zhurmë llamarine që ja bën dhe që është një kthim i detyrueshëm majtas. Po dhe një skenë të tillë unë e kam edhe me një filipineze. Po që të ke që kanë filipinezët me Franqe? Tirana është mbushur me që do thonë nga këta shpëndarësit e picave që janë nga Bangladeshi, me kamarierët që janë senegalez. Po. Që ka? Jo me asgjë të keqe nuk ka, unë thjesht ta thash kështu ta mëra si shembull, duke qenë se filipinezët janë 7 shkurt. Po. Dhe tani imagjino pak kur i takon koka tek tabela filipinezes, po ne që jemi nga 1,80. Në pra.
Ja, pra pikërisht për këtë arsye themu Franci, për këta njerëzit që janë kështu me shtatë të shkurtër, janë detyruar edhe këta të ulin tabelat në normat e kodit rrugor. E njëjta gjë edhe për semaforët. Këtu ndodhemi tek rruga Elbasanit që të çon drejt parlamentit. Këtu pastaj kemi të bëjmë me një tjetër çudi komplet. Shikojini pak lartësinë e semaforëve. Ata që janë të parët në rresht me makina mund të shohin e një, ndërsa ata që janë të dytët, të tretët, duhet nxjerrin kokën e dritarjat shohin llampat e semaforëve. E kuptoni ç'a ndodh këtu, në mes të Tiranës. Po. Këtu ndodhemi tek kryqëzimi, tek Bryli. Edhe këtu, po t'i hidhni një sy shpejt, të shihni semaforët, që t'ju them, sa më poshtë i kam bërë. Hyra në një meditim të thellë, Franci, ndërkohë që po shikoja këto materialet. Mos më thuaj, ç'të doli nga meditimi? Po mendoja, Franci, që këto filipineze, do më thënë, që e ti, do më thënë, ndoshta e kanë ullur këtë sinjalistikën për të ardhur në ndihmë atyre. E kupton, sepse na kanë ardhur shumë, ata kanë ardhur, Franci, për të ripopulluar këtë vendin tonë të shpopulluar. Pas ke meditu goxha shumë, jone. Unë nuk kam kohë që të meditoj kaq shumë, ti kaq në të thella, se është orari që vë gocën në gjumë tani edhe madje ka kaluar. Po unë mund të them këtë gjë që nëse ka lindur nevoja për të ulur lartësinë e tabelave dhe semaforëve, dakor, ta bëjmë, po kjo gjë bëhet me ligj, nuk bëhet me perceptim. Pse ka ligj për tabelat dhe për semaforët? Ka ligj për tabelat, ka ligj për semaforët, madje ka ligj edhe për ato që punojnë te semaforët. Dhe këto i ka kodi rrugor? Dytë parat po. Sinjalistika duhet të vendoset në standardet e duhura. Për këtë ka një rregullore në zbatim të kodit rrugor, pra është një rregullore në zbatim të kodit rrugor, për sinjalistikën rrugore ka pasur një ndryshim pastaj më vonë në vitin 2010, pra në këtë drejtim është bërë një punë e mirë. Por kjo ka ngelur në letër dhe shumë gjëra nga këto nuk funksionojnë në rregull, pra ka të meta serioze në sinjalistikën rrugore. Sinjalistika duhet vendoset sipas projektit që bën projektuesi rrugës, që ka vendosur sinjalistikën rrugore, ato bën me llogaritje, nuk bën në mënyrë aproksimative, pra kush mendon të vendosi lart, kush mendon të vendosi poshtë. Mandati do të thoshte që rregulloria ka të standardizuar edhe gjatësinë e stekës, sa gjatë duhet të jetë steka, ku vendoset tabela, çfarë përmasësh duhet të ketë, si do të jetë ngjyrimi i saj. Pra çdo gjë është shumë e standardizuar dhe kjo është ndërkombëtare, nuk është e jona, është ndërkombëtare. Kjo bën atë që çdo drejtues mjeti t'i driqet vëmendje nga sinjalistika rrugore. Dhe këndi që vendoset kjo, me këtë qëllim vendoset, që ti të rejë vëmendjen drejtuesit të automobilit që para jush ka një kthes, që para jush ka një rrezik, para jush ka një degëzim. Dhe nëse këto mungojnë këto element, atëherë drejtuesi i mjetit nuk i di këto, duke mos i ditur mund të përfshihet në aksident. Kur nuk përfshihen për fajt tyre, por përfshihen për fajt mungesë sinjalistikës, atëherë kjo është një mangësi e entit pronar të rrugës. Në rastin konkret, enti pronar i rrugës është bashkia, ndërsa në rrugët interurbane është ARSH-ja. Ato bëhen të rrezikshme sepse janë të pastudiuara. Dhe si të pastudiuara që janë, pastaj sjellën dhe pasoja. Këto janë të shpeshta, në një formë apo në një formë tjetër, se nuk është kondit që duhet u masë një jetë një njeri, dikush umet jetën, dikush pregos, dikush i prishet automobili, dikush vënohet për në punë, dikush. Pra të gjitha këto janë faktorë negativ që ndikojnë jetën e përditshme të qytetarëve dhe nuk realizojnë atë për cilin qytetarët e kanë votuar bashkinë, që ajo të kryej kushte normale njerëzve për të shkuar marrëvajtjen e tyre në punë. Kjo duhet marrë në analizë të thellë sepse është një ndër shkaqet kryesore që ndikon në aksidente rrugore. Po pritani se u gjet zgjidhja. E pas ka Bashkia e Tiranës. Mor lal, do zoti po del nga burgu shpejt edhe të vish ta mbyllësh me nder këtë mandat. Pse ka mundësi, Që s'ka mundësi, pse për çfarë po bëhet gjithë ajo luftë aty? Ja pra që të kthehet Lali në zyre dhe mos t'i diqet karriera. Shumë mirë, t'ja çojmë Lalit kërkesën atje në burg, Franci, edhe të na e firmosi nga Durrësi. Dale prit një sekond. Se tani pa meditim të thellë, truri po më thot që
Mos ndoshta prandaj nuk na kthen përgjigje Bashkia e Tiranës kur I çojmë kërkesën ne. Sa I përket lartësisë së tabelave, pra që ka shumë probleme në të gjithë pothuajse territorin e Bashkisë Tiranës, atëherë neve natyrshëm vim pranë Bashkisë së Tiranës të marrim ndonjë përgjigje dhe t'i pyesim nëse ata janë në djeni, nëse nuk janë të dalin një xhiro dhe pastaj të na thonë nëse është e drejtë apo jo. Shkojmë një herë. Edhe këtë herë, si çdo herë, nuk morëm një përgjigje apo ndonjë prononcim në lidhje me problematikën që ne I kërkuam Bashkisë së Tiranës. Çfarë bëjmë tani? I bëjmë një telefonat zëdhënësit. Me numrin e kërkuar nuk është mundur. Unable to connect to the dialed number. Ndoshta nuk ekziston fare ky numri që më dhanë këtu brenda, më thanë merre këtë numrin, fol me zëdhënësin Deniz Dedej, zëdhënësin për mediat. S'ka shanse, nuk përgjigja. Franci, po unë që e kisha kuptuar gabim edhe pyesja veten, po pse na thon këta të Bashkisë, na e shkruani kërkesën me email. Në çfarë? Me email pra, po ata e kishin një email më I Franci. Po me email pra, e di pse? Se janë shumë kursimtar dhe shumë ambientalist këta të Bashkisë të Lalit, edhe nuk duan këta që të harxohet letra, ndërsa kështu me email, siç thua ti, me email, domethënë, virtuale është dërgesa. Edhe ne, Franci, ja dërguam ashtu siç na e kërkuan me email. Meqense nuk arritëm të merrnim dot një përgjigje apo një prononcim nga Bashkia e Tiranës, ne bëm këtë kërkesë zyrtare. Sigurisht e përpiluam, e kemi protokolluar dhe do ta nisim menjëherë në adresën e emailit të Bashkisë së Tiranës. Pra pasi e nisëm këtë email, nuk na ngelet gjë tjetër veç se të shpresojmë të marrim një përgjigje sa më shpejt brenda afatit ligjor. Të shpresojmë. Kështu o populli dashur, ndërkohë që ne e çuam me email, Po, edhe emaili arrin për punë sekondash, nuk është kështu si letra që të rish, ta shkruash njerë me dorë, pastaj ta palosësh, ta fusësh në zarf, zalfin të marrësh, ta lëpish me pështyp që në ngjisësh. e bërë si për trodhe duhanin. Si ato duhanin. Që janë ato Franci që me të dredhër, Po, edhe e lëpin. Edhe zarfin duhet ta lëpish që të ngjisi ajo. Edhe mbasi e ke lëpir, ta mbyllësh. Ta çosh te posta dhe posta pastaj mbas 3-4 ditësh ta çoj tek Bashkia. Ndërkohë që me email është kollaj, fap, punë sekondi. Është perfekt, Franci. Edhe gjithë këtë kohë të kursyer, Bashkia Franci e përdor për të marrë informacion, se s'rin kod ata. Tjetër, dhe ndërkohë që ato marrin dhe përpunojnë informacionin, ne na ngelet kohë e lirë dhe kështu shëtisim në për Tiranë. Po, dhe ndërkohë që shëtisëm në Franci. Pasi shëtisëm më mirë, do me thënë. Nuk është të nara në sy vetëm këto tabelat që ishin të ulta, por vumre dhe diçka tjetër, Franci. Që për shembull tek tabelat është bërë dhe humor. Është shkruar aty e zëm stop, edhe ndërkohë shkruhet, Franci, I can't stop loving you. Sa bukur, sa romantike si kënga, can't stop loving you. Dhe për ta bërë më romantike, Franci, po mendoja, pse nuk I veshin edhe policët, kështu me pupa, t'i vën ato veshët e leporushit, ose paruke, ta bëjnë kështu si crown, edhe në vend të asaj, si është ajo tabela e tenisit, më thënë, tabela e tyre ta bëjnë tabel tenisi. Sa bukur, ta shikosh një policë kështu, Jo, po imagjinoja, po së ndel interesante, se e di, kam përshtypjen që do taleshin njerëzit, nuk do ta merrin më seriozisht. Eksaktësisht, Franci. Po është e njëjta gjë edhe me tabelat, sepse tabelat në vetvete kanë po të njëjtën vlerë si edhe polici. Këtu jemi tek rreth rrotullimi apo tek sheshi Wilson. Shive? Për pak fare. I bie me kokë. Urdhëroni, tani që është dhe sezoni I shpërthimit të lulëzimit, kjo tabela këtu është dukur fare, nuk duket.
Me siguri e kanë fajin shkurrat. Se tabela është më rregull. O kënaqja. Dhe po që të çpojnë këto gjëmbat. Jo, s'merrem me to. Ja, edhe kjo. Sigur vetëm pak fare më poshtë ta kishim bërë. Ideal. Dhe tani po afrohemi drejtorisë së policisë së shtetit. Shkojmë edhe më afër. Imagjinoni për një moment nëse një biciklet hypës nuk e ka mendjen dhe shiko sa ullet është ajo me kokë lëvar, biciklet hypsi, mund të vetë aksidentore. Ja, po ta shikoni, atë tabel pothuaj se është mbi kokët e njerëzve, se po të thuash për shembull që ajo tabel është në kombinat, apo tek bryli, dakord, edhe nuk mund ta shohë policia. Po këtu përballë drejtorisë të policisë të Tiranës, nuk e di, qofshin ata që janë, ose nuk shohin, ose s'u intereson fare. Sa qesharake, sa humor kanë këta bashkizma, por të shkrijnë varet të kaputit llastiku. Nga të qesha ko shive që ka bërë. I'll never stop loving you, tabela. Okej, nuk duket keq, interesante, por këto gjëra, o miqtë mi, o miqtë tanë të emisionit ton, këto bëhen kur ti ke marru që gjitha i ke vënd, tokat janë komplet në ujë, edhe pastaj, hajde, t'jemi qik më kreativ për të dukur pak më interesant. Apo ja fuskotun? Nuk e di, gjykojeni vetë. Eja kështu, përfituam dhe ne nga kjo koha që na la Bashkia e Tiranës nga çuarja e emailit deri te përgjigje. Mos më thuaj, ka kthy përgjigje Bashkia e Tiranës? Bashkia e Tiranës na ka dërguar një letër, se për t'u përgjigjur pyetjeve tona nuk i është përgjigjur. Dhe çështja është fare e thjeshtë. Pra, ka një kod rrugor ku përcaktohet sa dhe si vendosen tabelat. Pse nuk është respektuar ky kod? Jam shumë kurioze, Franci, si janë përgjigjur ata kësaj pyetje? Tani, e rëndësishme është që pyetjes tonë nuk i është përgjigjur. Pastaj, për kuriozitetet e tua, ndiqe. Pako më parë, redaksia e emisionit Gjada në MCN TV ju drejtua Bashkisë së Tiranës me një shkresë zyrtare ku ne i kërkonim sigurisht sqarim dhe prononcim në lidhje me problematikën që mbart sinjalistika horizontale. Pra e thënë ndryshe, tabelat e vendosura brenda për brenda territorit të Bashkisë së Tiranës, që sigurisht nuk është respektuar standardi ku thuhet se minimalisht duhet lartësia, pra 2,20 cm, 2 metra e 20 cm. Dhe sigurisht ne kemi bërë 2 faqe, shkres, u impenjuam, e morëm seriozisht, a bëm bukur, dhe pritëm përgjigje. E shfrytzuan afatin ligjor deri ditën e fundit dhe më në fund mbërrin edhe përgjigja. Dëgjojeni tash. Atëherë, sigurisht referuar shkresës tonë thot strukturat përgjegjëse për përcaktimin e sinjalistikës përkatëse si edhe vendodhjen e saj janë drejtoria e përgjithshme e planifikimit,
investimeve dhe monitorimit të punëve publike dhe Drejtoria e Transportit dhe Trafikut Rrugor. Drejtoria e Sinjalistikës Rrugore si strukturë në varësi të Drejtorisë Rrugëve dhe Ndriçimit Publik ushtron funksionet e saj në fushën e mirëmbajtjes dhe implementimit të sinjalistikës rrugore bazuar në shkresat e ardhura nga Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit, Investimeve dhe Monitorimit të punëve publike. Të gjitha punimet që kryen nga drejtoria jonë realizohen në përputhje me standardet në fuqi dhe kodin rrugor, në bashkëpunim me institucionet e tjera përgjegjëse si AMK, Policia Bashkiake, IMT e tjerë. Drejtoria e Sinjalistikës Rrugore merr masa për sistemimin dhe riparimin e sinjalistikës rrugore në rast kur konstatohen dëmtimet të tyre. Gjithashtu merren masat e nevojshme edhe në rastet kur këto konstatime vijnë nga qytetarët nëpërmjet platformave online si portali Tirana Ime, email apo kërkesë, ankesë e bërë pranë ambienteve të drejtorisë tonë. Për sa i përket marrjes së masave administrative ndaj subjekteve apo strukturave të cilat nuk respektojnë standardet në fuqi, ju informojmë se nuk është kompetenca e drejtorisë sonë. Nuk është kompetenca e drejtorisë sonë. Sa po e lexova, por unë e kam lexuar, se maj mend sa herë kam lexuar dhe kemi sinqert nuk kam kuptuar asgjë. Pra, për ish vërtetës vetëm përgjigje nuk është. Me qëra fjala, nëse dikush nga ju e kuptoi, na ndihmoni, ju lutem që edhe ne qartësohemi, sepse ndoshta janë në rregull ata. Ç'mund të them? Ky është një komunikim që ka ardhur pranë redaksisë tonë nga Bashkia e Tiranës. Është një institucion shtetëror, ndërkohë që duhet ta kishin marrë shumë seriozisht të përgjigje, unë kam përshtypjen më duket mua sikur janë tallur. Këto ishin gjatat edhe për sot. Do t'ju lëm takim për nesër në 20:00. Deri atëherë, natë e mirë. Kalofshi bukur.